Mirëmbrëma, shikues të nderuar, po japim lajmet në televizionin Tema, por para se të fillojmë, ndjekim bashk titujt kryesor për sonte. Qeveria pres sqarimin nga Bashkimi Evropian lidhur me deklaratat e presidentit të Serbisë. Në Feliza ju hap qendra rajonale e shërbimit sprovues. Komuna e Felizajt këtë vit dhuron 145 sera familjare. Buk si në shtëpinë tuaj. Orex, kënaqësia e gatimit. Jetë dhe çdo pikë të ujit. Uji lubeten. Energy Drink. Dini Company. Dini Company. Qendër ekskluzive dyerve dhe dritareve nga Gjermania. Produkte të kompanisë Vestag Getalit. Dizajne unikate, Cilësi dhe garanci 10 vjeçare. shitje e laminatit gjerman. Dini Company. Dini Company. Në Veternik Prishtinë dhe në Felizaj në magjistralen për Prishtinë. Qeveria e Kosovës pret sqarimin nga Bashkimi Evropian në lidhje me deklaratat e presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić të bëra dje në Bruksel, sipas të cilit zgjidhja për asociacionin e komunave serbe është arritur dhe se ajo nuk do të jetë në përputhje me legjislacionin e Kosovës. Gjatë raportimit para Kuvendit të Kosovës, kryeministri Hashim Thaçi tha se deklarata e Nikolićit është kundërthënëse dhe se pret që të dëgjojë edhe sqarimet e përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme Catherine Ashton. Ai tha se po ashtu se Nikolić ka folur të pavërteta, pasi që Prishtina nuk ka lëshuar në lidhje me kompetencat e asociacionit të komunave serbe. Ato janë deklaratat të pavërteta të papjekura politikisht dhe gënjeshtra të kulluara, ka thënë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Në Felizaj sot u bë hapja solemne e qendrës rajonale të shërbimit sprovues të Kosovës, e cila realizohet me mbështetjen e programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim. Shërbimi sprovues është institucion që shërben për ekzekutimin e masave dhe dënimeve alternative të parapara me ligjet penale dhe ka për qëllim mbikëqyrjen, përmirësimin dhe reintegrimin në shoqëri të gjithë personave, të cilët në momente të caktuara kanë rënë në kundërshtim me ligjin. Drejtësia e Kosovës po e provon modelin amerikan. Qendra rajonale e shërbimit sprovues të Kosovës që u hap sot në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë do t'i trajtojë delikuentët që kanë bërë vepra penale, por që pesha e tyre është më e vogël sa për ta burgosur. Drejtues të Ministrisë së Drejtësisë thanë se me hapjen e këtij shërbimi do të vedisohet popullata e këtushme që personat të cilët kryejnë vepra penale duhet të riedukohen dhe të riintegrohen sërish në shoqëri. Forma që delikuentët do ta vuajnë dënimin për veprën e bërë do të realizohet përmes punëve që do t'u caktoj kjo qendër në biznese dhe institucione të këtij rajoni. Mendoj që kjo është sot një ditë shumë e rëndësishme për komunën e Felizajt, duke u nisë edhe nga fakti që tani për këtë moment mbi 200 persona që kanë kryer vepra penale dhe janë në mbikëqyrje të shërbimit sprovues, mbikëqyren nga drejtoria regionale e Prishtinës. Kurse nga sot nuk kanë nevojë të shpenzojnë ata, nuk kanë nevojë për korektim dhe resocializim të shkojnë deri në Prishtinë, po do të vinë këto në këtë qendër dhe do të punohet me ta në mënyrën më të mirë të mundshme. Hapjen e qendrës provuese në Felizaj e vlerësuan lart edhe drejtues të gjykatës themelore në këtë komunë. Ata thanë se nevoja për hapjen e këtij institucioni ka qenë shumë e madhe dhe emergjente. Pra është një gamë e gjerë që mund të shërbej mjaft dobishëm në adresimin e delikuentëve me shkallë më të ulët të rrezikshmërisë. Këto janë udhëzime edhe nga rregullat minimale mbi trajtimin e të burgosurve dhe dënime alternative nga Kombet e Bashkuara. Jo gjithçka do të lëviz drejt burgimit.
E kjo qendër nuk ndodhet në ndonjë institucion publik, por në një banesë private, të cilën qytetarët e kanë vështirë ta gjejnë. Institucionet e Kosovës janë të ballafaqu me mungesën e hapësirës. Ne, do me thonë, si qeveri kemi investuar në shumë rregullimin e shumë objekteve, sidomos për gjykata e prokurorisë. Ferizaj është si qendër e re e gjykatës edhe e prokurorisë themelore. Prandaj, derisa të rregullohen, do të thonë, të ndërtohet objekti i prokurorisë, ne duhet me kërku hapësinë. A është adekuate, asë është, ka qenë një vendim i një institucioni tjetër që se kemi zgjell. U tha se qendra rajonale shërbimit sprovues të Kosovës në Ferizaj mbështetet financiarisht nga UNDP. Ferizajasit që kanë ndërmend të merren me kultivimin e bimëve në serra kanë shans që si vjet të krijojnë biznese të vogla familjare me ndihmën e fondeve publike. Mjafton që banori të dëshmojë se është ferizajas, ka tokë në emër të tij dhe të ketë njohuri për serrat. Këtyre ditëve, Drejtoria e Bujqësisë ka filluar procedurat e prokurimit për ndarjen e 145 serrave për fermerët ferizajas. Fermerët e interesuar mund të fillojnë të ofertojnë për të përfituar ndonjë serë. Po ne kemi planifikuar si çdo vit edhe në këtë vit për projektin e serrave familjare që unë ato serra, cilat janë një lloj serrave që kanë një hapësirë të vogël, jo si ato masovike mbi 5 hektarë 10, por këto për një familje janë të mjaftueshme. Po për të gëzuar të drejtën e serrës nga fondet publike, konkurruesit duhet t'i plotësojnë edhe disa kritere. Si kriter themelor duhet të jenë përfituesit e komunës tonë, asësit lejon të komunave tjera. Pastaj duhet të jetë pruna në emër të përfituesit, eventualisht gjyshit apo pronarit konkretisht. Edhe kriteret tjera rrjedhin që duhet të jetë pak a shumë i njohur me domethënie të jetë i veshur me njohuri të kultivimit të asaj kulture që ka të bëjë me serra. Dhe gjithashtu mund të jenë edhe disa kritere që duhet edhe pjesëmarrjen e kemi shtjat. Tenderi për projektin e serrave familjare do të qëndrojë i hapur deri më 20 mars. Në Ferizaj mungon aparatura e nevojshme që i diagnostifikon sëmundjet të ndryshme malinje, veçanërisht kancerin e gjirit dhe kancerin e qafës së mitrës. Një letër me 3 kërkesa për sigurimin e aparaturës për diagnostifikimin e sëmundjeve malinje është drejtuar këto ditë në adresë të kryetarit të komunës nga Forumi i Gruas AAK-s në Ferizaj. Forumi i Gruas i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës vlerëson se në Ferizaj gjithmonë ka munguar kujdesi i mirë primar për shëndetin e femrës ferizajase. Gjithsesi këto kërkesat që ne kemi parashtruar si Forum i Gruas, drejtuar kryetarit komunës janë në mungesë prej vitesh, përveç që janë në mungesë prej pushtetit, prej qeverisës, për t'i realizuar kanë qenë në mungesë edhe si kërkesë drejtuar kryetarit komunës. Do thotë një kërkesë e tillë nuk është drejtuar ndonjëherë për mamograf për gratë ferizajase, për të shpëtuar një jetë gruaje nga kanceri i gjirit, për të pasur mundësinë për të parandaluar një sëmundje të tillë vdekje prurëse dhe për të shpëtuar një grua thjesht nga vdekja një grua ferizajase. Në Drejtorinë e Shëndetësisë thonë se është duke u përgatitur infrastruktura teknike dhe do të bëhen përpjekje që përmes donacioneve të jashtme të sigurohen këto aparatura shumë të nevojshme për shëndetin e gruas. Po tash besoj se kemi mrinë në një stad të tillë të zhvillimit që edhe këtë segment të diagnostikës ta kemi dhe që faktikisht është shndërruar në prioritet të shumicës së komunave, sepse është prioritet komplet i Ministrisë së Shëndetësisë dhe i gjithë mekanizmave tjerë që punojnë në funksion të ofrimit shërbimeve shëndetësore. Forumi i Gruas i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në Ferizaj këtë kërkesë e kishte adresuar me rastin e shënimit të 8 marsit ditës së gruas. Kontejnerët nëntoksor janë dukuri e re në menaxhimin e mbeturinave në Ferizaj. Vendosja e tyre fillimisht përgjatë rrugëve kryesore të qytetit pritet të jetë shembull edhe për komuna tjera të Kosovës, duke marrë parasysh përparësitë mjedisore.
Granti prej $45.000 që ditë më parë komuna Ferizajt e fitoi nga USAID si shpërblim për performancë të suksesshme rreth menaxhimit të mbeturinave, do të shpenzohet në kontejner nën toksor. Zyrtarët Ferizajs njoftuan se shumën e grantit të fituar do të arrisin edhe me mjete vetjake, në mënyrë që kontejnerët modern të vendosen në qendrën e qytetit, e cila pritet të rregullohet së shpejti si dhe në disa rrugë të tjera të qytetit. Drejtori i shërbimeve publike në Ferizaj, Ibrahim Hyseni, me vete kishte edhe fotografit e kontejnerve të rinj. Me rastin e këtyre vendosjes së këtyre kontejnerve nuk ka mundësi një gjë e tillë, nuk ka mundësi të këndërmimit të aromave, do thotë në qytet, mirë por nuk ka mundësi edhe të rrjedhjes së ujinave të zeza, të cilat kishin në fundërinë të kontejnerit më vendos. Është një lloj kontejneri që i plotson të gjitha standardet e Bashkisë Evropiane, që njëjtë kontejnere janë të vendosur edhe në vendet ndryshme të Evropës, ku besoj që ka me qenë një shembull i mirë edhe për komunat të tjera të Kosovës. Drejtoria e shërbimeve publike në Ferizaj paralajmëroi se tenderi për vendosjen e këtyre kontejnerëve nën toksor do të bëhet shumë shpejt, ndërsa vendosja e tyre pritet të bëhet gjatë kësaj vere. Sipas një parallogarie, shuma e cila do të shpenzohet për 20 kontejner është rreth €70.000. Grupi i qytetarëve të organizuar ka njoftuar se nesër duke filluar nga ora 12 do të organizojnë një marsh paqësor kundër fryrjes së faturave të kekut. Grupi ka ftuar qytetarët e pakënaqur me faturat e kekut dhe qeverisjen aktuale që t'i bashkohen këtij marshi, i cili do të fillojë nga ndërtesa e kekut deri te qeveria e Kosovës. Përveç faturave të kekut, ata do të ngrejnë zërin edhe ndaj dukurive negative që po ndodhin në vend. Grupi të qytetarëve të organizuar, të cilit janë bashkuar shumë organizata jo qeveritare dhe studentore, sot ju bashkuan edhe Arta Dobroshi dhe Ilir Deda. Inspektorët komunal të shtimes kanë hasur një sasi të konsiderueshme të produkteve ushqimore me afat të skaduar, të cilat janë konfiskuar duke u bazuar në aktet normative në fuqi. Sipas Drejtorisë për Shërbime Publike, malli i konfiskuar do të asgjësohet, ndërsa ndaj subjektit afarist në të cilin janë gjetur këto produkte, do të bëhet inicimi i procedurës kundërvajtëse pranë gjykatës kompetente. Komuna e Kaçanikut dhe projekti Zvicër Kosovë për qeverisje lokale dhe decentralizim Logos e kanë organizuar debatin me qytetarë me temë ekzekutimi i buxhetit komunal për vitin 2012. Sipas kryetarit të komunës Besim Ilazi, synimi i pushtetit lokal është që buxheti të orientohet sipas kërkesave dhe nevojave të komuniteteve, gjithnjë duke i respektuar prioritetet që dalin nga vetë qytetarët. Ndërkaq koordinatori i projektit të Logos Norbert Pils u shpreh se përmes këtij debati synohet transparenca e shpenzimit të parave të qytetarëve dhe është një rast i mirë që komuna të tregojë se ku janë shpenzuar paratë. Hollësit rreth asfaltimit të rrugës së fshatit Dubrav, shqetësimi për trajtimin e ujrave të zeza në rrugën Shefket Fera, vonesat apo përsëritja e disa tenderve, si ai për furnizim me lëndë djegëse, shqetësimi për mënyrën e shfrytëzimit të buxhetit komunal, projekti i gjelbrimit në rrugën Ismail Raka e disa të tjera, qenë komente dhe interesimet e pjesëmarrësve. Grupet punuese të formuara ENKAS për këtë rast nxorën konkluzionet e debatit, të cilat pushteti lokal obligohet t'i marrë parasysh në të ardhmen. Në garat e qerek finales së kuizit Evropa 2013 që u mbajtën sot në teatrin e qytetit Adriana Abdullahu në Ferizaj, fitues dolën nxënësit e shkollës Emin Duraku nga Kaçaniku, duke i mundur ekipet e shkollave fillore të Ferizajt Ahmet Hoxha e Jeronim Derata, si dhe Bajram Curi nga Shtimja. Organizatorët tonë se qëllimi i këtij kvizi është që të ndihmoj, informoj dhe edukoj të rinjët për bashkimin evropian dhe cilat janë detyrat e zyrës së BE-s në Kosovë. Sipas udhëheqësve të këtij projekti, qëllimi është duke u arritur. Kvizi është popularizuar shumë dhe këtë e kemi mësuar atëherë kur bëm disa hulumtime. Rreth 20% e popullatës së Kosovës e ka parë apo kanë dëgjuar për kvizin, kështu që po arrin efektin tek njerëzit. Deri tani kemi pasur rreth 80 shkolla që kishin aplikuar
për të qenë pjesëmarrëse në këtë quiz për garat e si vjetme. Ky quiz është pjesë e projektit Perspektiva e BE-s në Kosovë. Gjëqësisht është zgjerimi i njohurive të përgjithshme të Kosovës për perspektivën evropiane, posaçërisht mundësitë dhe sfidat që paraqet ndërtimi i marrëdhënieve më të përafërta me BE-n, thot mbështetësi i këtij projekti nga organizata jo qeveritare MDA. Kjo është hera e tretë që organizohet ky kviz dhe ne po e shohim sa shumë kanë mësuar, sa entuziast janë vetë nxënësit në lidhje me kvizet. Kvizi tashmë në Kosovë shumë i popularizuar ndër shkolla. Kështu që nxënësit po mësojnë shumë. Nxënësit fitues thonë se kanë mësuar shumë nga ky kviz për vendet anëtare të BE-s. Jemi shumë të lumtur për këtë sukses që arritëm, edhe që puna jo nuk shpërbly kaq shumë në fund. Po, duke marrë pjesë këtë quiz normalisht kam mësuar shumë gjëra të reja që kanë të bëjnë me shtetet anëtare të BE-s, kandidatët e tjerë të cilat tani së shpejti do të bëhen pjesë e BE-s, po ashtu edhe Kosova, që ashtu pritet. Përmes kësaj nisme organizohen quize për shkollat e mesme të ulëta në Kosovë, ku marrin pjesë nxënësit e moshave prej 11 deri 15 vjeç. Garat për gjysmë finale do të mbahen në muajin prill, ndërkaq gara finale do të mbahet në muajin maj. 5 fituesit e quizit Evropa 2013 do të fitojnë udhëtim në Bruksel, si dhe në shtetet e tjera anëtare të BE-s për të parë një sërngjarjesh kulturore të rinjve atje. Fare në fund disa fjalë për motin. Për nesër meteorologët parashikojnë të mbajë mot me vranësira mesatare, të cilat mund të zhvillohen dhe të shoqërohen edhe me rreshtje lokale shiu. Temperatura gjatë ditës pritet të lëvizë ndërmjet 6 e 9 shkallë Celsius. Shikues të nderuar, ishin këto të gjitha informacionet dhe materialet në kuadër të këtij edicioni të lajmeve në televizionin Tema. Ju falenderojmë që na ndoqët, mirupafshim në edicione tjera.